Ndërkohë, kryediplomati kosovar Glau Konjuca dhe njëherë që ditës së sotme ka përsëritur deklaratën e tij se është i gatshëm që të heqë dorë prej postit të presidentit dhe prej kandidaturës së tij në fakt për këtë post, nëse opozita del me një emër që është konsensual, por jo partijak. Ndjekim bashkë një pjesë të deklarimit të tij dhe gjatë ditës së sotme. Nëse po thu jo partijak, ti po thu zoti Abdiziku. Kjo domthonë është marrëveshje politike tani është diçka tjetër. Marrëveshje politike për president partijak, apo? Marrëveshje politike për president partijak. Deri tash nuk o hap kjo m'duket për president partijak. Deri tash është hap për president jo partijak. Nëse është jo partijak, unë jap dorëheqje për kandidaturës time. Jap dorëheqje sepse po gjendet një i gjithëve. E kush jam unë me mbyll rrugë? Ju thash edhe dje, është shumë më e rëndësishme me pas president se ai më quajt Glau Konjuca. Është shumë më e rëndësishme me dhon Kosovës një president. Tash, jo partijak, i bjen ulen subjektet politike, e gjej një person, unë s'po them një person i cili kur nuk o marrë me politik, nuk jam të thonë ashtu. E nuk jam të thonë një person që kur nuk e ka votu, se na jem qytetar, në fundit, se cili pe juve e keni drejtën e fshet votës, jeni me një parti politike, edhe pse nuk e shprenin dështa. Por, kjo është dallimi, kemi thënë, ose po hym në njërën, që është jo partijak, kur hym jo partijak, nuk mund të themi tani kryetari i partisë.